Një person i kërkuar nga drejtësia është arrestuar menjëherë pas mbërritjes në Kosovë, pasi ndaj tij ishin aktive 5 urdhër arreste të lëshuara nga gjykata themelore në Mitrovicë. Burimet e sinjalit bëjnë të ditur se bëhet fjalë për GM, i cili u arrestua të hënën rreth orës 17 gjatë procedurave të kontrollit në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari në Prishtinë. Sipas burimeve, ndaj tij ishin në fuqi 5 urdhër arreste të lëshuara nga Departamenti për Krime të Rënda, Departamenti i Përgjithshëm Dega në Vushtri dhe Departamenti për të mitur i gjykatës themelore në Mitrovicë. Për shkak të përfundimit të orarit të punës së gjykatës dhe pas konsultimeve me gjyqtarët e lëndëve, është vendosur që Murati të dërgohet në qendrën e mbajtjes në stacionin policor në Vushtri, ku do të qëndrojë deri në paraqitjen para gjykatës. Ai pritet të dalë para gjyqtarit për procedurat e mëtejme lidhur me urdhër arrestet aktive ndaj tij.